Pas dëmeve të shumta që sollën përmbytjet e fundit të muajit tetor të shkaktuara nga dalja nga shtrati e lumit Gjanica, Bashkia e Fierit ka nisur fazën e parë të punimeve për pastrimin dhe thellimin e tij. Prej disa ditësh në bregun e këtij lumi janë parë 2 skrepa të mëdhenj, të cilët deri tani kanë pastruar rreth 2 kilometra. Sipas kryetarit të Bashkisë Subashi, faza e parë e punimeve synon rehabilitimin e Gjanicës, ndërsa në fazën e dytë parashikohet mobilimi i plot. Projekti që kemi filluar synon thellimin, rehabilitimin e skarpateve deri në qendër të qytetit, dhe kjo pastaj sigurisht do t'i hapi rrugë edhe fazës tjetër të projektit, ku projekti synohet përfundojë deri në mobilimin e plot urban të gjithë skarpateve të lumit Gjanica. Ndërsa qytetarët shprehin se këto punime duhet të ishin kryer me kohë, pasi Gjanica gjatë viteve ka shkaktuar dëme të konsiderueshme si në bujqësi, blegtori e biznese. Po të vazhdojnë kështu punimet, do jetë shumë mirë, dhe s'do ketë me përmbytje. Dhe këtë radhë kjo qerashi, po mos që e bërë kjo pastrim, ne do ishte mbytur prapë. Por duhet të vazhdojmë punën dhe pjesën e sime ta pastrojnë dhe teqit, tjetë e garantuar. Në shkurt të këtij viti, si pasojë e daljes së lumit Gjanica nga shtrati, u përmbytën disa fshatra dhe shumë hektar tokë bujqësore.